Lymo në pak minuta, qa dim për këtë? Edhe kjo është një tjetër dosi që përmëndi Benameti. Po, Kajo që është kjo kompania shqiptare e armëve, po pse e vesh me mister Benameti? Ja më shpjegon dot të Kajon? Sepse është vetë mister, teknologjia dhe industria e rand e vendit tanë. Nuk kemi në asë i gjë. Prit një, para se më thua është i gjë. Si quaj kompania tjetër shtetërore? Këpër Kajo. Jo. Mjeksi. Jo mor, Cila kompanishtë? Kompania që u futën burg atëre me gërdesin a i, mor, që e futën burg dhe atë, pas të riruan më vonë duket. Kompania Meko. Meko. Tani, Meko nuk është më dhe zvëndsuar, është Kajro tani, Kajro së nuk e kuptoj. Nuk është shkrim Meko, Meko është vetëm për demontim. Pra, për prishje të armëve... Je i sigur të mesin? Se unë di që Meko ka qenë kompania që bënd të këto, pra, që negocionte dhe blindi dhe shiste armë. Objekti i regjistrimit Kajës është vënja në punë e mjeksit e uzinës Gramshit dhe e kombinatit të Poliçanit që ka pas prodhuar kalash edhe fishek. Pra nuk ka lidhje me atë që shet dhe blen armë? Ka si objekt. Ka si objekt, pra. Këtu është hija se këtë pra du të kuptojo. Kamuflimi pse është kriju kjo kompani për të e cila vetë nuk do të bëja asnjë gjë. Po për çfarë është kjo? Por për të lidh kontrata, jo drejt për drejt me Ministrinë e Mbrojtjes, po nëpërmjet kësaj kompanie, që është si kompani si Liria Guardian, kjo rojet private që krijoi Sandër Leshi. Qartë. E di. Dhe morën gjithë çka ishin ato oficerë aty dhe filluan të ruajnë spitalet, i morën me detyrim për caktim gjitha godinat e shtetit. Dhe punësuan patronazhistët e pa hesap. Kjo është kompani që nëpërmjet kësaj do të lidhet kontrata dhe është lidh kontratë me Izraelitin. Me këtë mos është ky Roni prap? Po. Roni e fet si e ka ky? Se di atë mbiemrin se s'kam qenë gjendje civile kur është regjistruar, po me Izraelitin. Roni është i famshëm. Është lidhje forte e Ramsit ai, është lidhje forte e Ramsit katër. Po dakor. Ai është. Kjo është arsyeja e shitjes së aksioneve të Turkishit, pastaj e prishjes së sultanit me qirakun e dhurimit me letrat ballonës. Sa i ka pru dronët, dhe thot furnizoj me... Ja, ky është Roni. Satelitin, nuk e afron, se kemi qenë me nëjë dasën bashkë, Riga me Ramën. Po, me Ramësi bashkë janë pra. Po. Ky është mrapa asaj furnizimit më të kontrata që ka bë Kajo me teknologjinë që do të sjellin, pra do të blej armë Roni si kontraktori Kajos, si që kemi pa jo pak filma, disa punë cia nuk i bën vetë, për i bën me... Pra dhe kjo Kajo thua ti është një kompani që për të mos u implikuar Ministria e Mbrojtjes, i bën kjo punët. Po, është një kompani që bën një bërë sa kohë që është regjistruar, si biznes, edhe thot ka për objekt, eksport, import, furnizime, veshje, pajisje, ushtarake, prodhime, po prodhime, ku do i prodhoj? Me qa mund të prodhojmë ne për shembull? Unë nisëm për të bëj shot, një makinë, e se di... Po e mbenda vajza që dilte në ekranër pësëre që promovonte. Ashtë i kanë lidhë kontratë, 3 vene se vetë... Ja blena se më duket atë kompaninë. Ka bëjnë kroatët atë. Okej. Ajo që thot kë Vučići, që është mërzit shumë se Shqipëri, Kosovë, Kroaci... Po e di, po. Marveshje, për atë shotën bëjt fjallë. Dhe... Kaja, nuk e di, ajo e Poliçanit është... Kaja 2-3 vite që gjithë ajo ka qenë mjellë hashash mrena, artesa, dojë automati i gjithë qytetit. Ishin serat që... Qarë perne, se nuk e mbante. Kjo mjekësit është aja gërmada që u arrestun 2 agente ruse, që vajtën ta filmoj, është si kur e kanë hangë qentë, si gjaj shkyrë, si robe shkyrë në ajo. Në mjekës? Këto janë pronat, ose kapitali filestar i kompanisë Kajo, edhe zyrat e Rifanit, ku kanë zyrat qëndrore këta. Se ku i kanë? Ish kombinati autotraktore, po atje në zorën Irfani, për Kajo në pra në zorën. Bravo, bravo, tani u kujtu. Atje zyrat, atje punon në administratë. Ndaj thanë do vjetë Kajo këtu. Po, është Kajo, të që ka vimrena këti pjesët. Se është pjesë e kombinati autotraktoreve që nuk është privatizu, pra e ka patur me qera. Një pjesë vogël ka pasur Irfani atje, se e është në madhë. Aty ke pjesë vogël, ke u shpung tyre të Kajos. I kishte gati atje. Për ta pas si zyra, dhe i morën. Pra administrata është atje nuk e di sa rob kam punë, kjo duhet bë kërkes. Kush drejtori i Kajos? Ish drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit që ka marrë në Turqi, Ardi Veliu. Ardi Veliu është vend e Kajo? Po, drejtori i Kajos. Fort ky Ardi Veliu, e ke parti që ky është nga një post e tjetri? Duhet të jetë shumë i aftë ky, më them unë. E kanë thënë për marrëdhënie publike.
Jo, marrëdhënia publike është pjesa që duket nëse kemi pa gjëkom, po duhet jetë shumë i aftë marrëdhënia me Ramën. Po fakti që mbijeton nga një poste tjetër, zakonisht ta kur ikin, vlla. E ke parë? Del gjithandej erdhi. Ta që ju shërbejnë, aty nuk është se ikin. Ishte drejtor, nga aty iku ca kohë vajtë zëvendës ministër i Po pra, prandaj po them, nga aty shkoj ke Kajo, Te Kajo. për Ronin, edhe që kjo Kajo janë dhe me, që s'kemi, ne s'bëjmë do t'asi lamarin, nuk thymë do t'asi hekur, s'prodhojmë do t'asi gjo, do t'bëjt teknologi. Atere, më thuaj, cila është hilja, pra, çfarë dyshon Benametaj, për çfarë e përmendi këtë? T'ja themi njerëzve me fjalë thjeshta o misë. Çfarë që para qarkullojnë? Si që këtë banera biznes, kjo dihet. Jo biznes, po. Po, e kanë fjalën ku shkelja ligjore, pra ku firojnë lekët. Ma thua do të jo me emra, mos e ne me emra, se kemi promë një të ashtu. Manë tendrat që mund bënd të drejt për drejt Ministeri Mbrojtjes, që duke qenë vend antar i NATO-s. A, dhe këtë tani të bëjnë... Mund të kishim i farë. Këto se kene për tendera, këto të bëjnë prokurime direkte, sekrete. Dhe me detyrim për caktim ku do të amorësh senalin, si që kanë jo pak vende tjera të NATO. Qartë. E ti s'mund mori një vend antar i NATO-s, nuk mund mori armë në Rusi, asë Serbi, asë në Bielorusi, asë ke Kim Jong, ka e armë za dush. Por ti e pjesë e strategjës, e bandës më të madhe të soqme, botës e nuk mund blesh të rivalist. Kjo është pjesa politike, më duhet pjesa financiare. Ideja është që këtu në njës, do ketë më tendera Kajos, do bëj tendera më. Kajos, si s'do të bëjmë? Do bëj tendera të hapur Kajos, do jenë transparent? Jo më për që të hapur tendera do jenë të fsheta? Variantit Rani. Do jenë të fsheta? Po sepse ka disa tregti që, apo disa objekte, që ndërtohen që kompaniet pjesëmarrëse duhet të kenë certifikat sigurie kur je vend antar i NATO-s nga NATO, nga Brukseli. Jo certifikat sigurie ku e mori montrakti, plumitart, për 24 orë, tuk e ne. Dhe kompania e cila vjen, ky që thuti vllai Ramës, mund t'i kishe Olsin, ai paska këte. Nuk thash vllai, ka njëri të afërt shumë. Po ishin shumë afër, më duken si ndasëm, pra ne thash është. Jo, ishin një takim, një event ishim, po dëgjonin. Jo më takim ishte. Më rregull. E nëzili dhe një foto në orë. S'ka nevoj për më duke. Se lëse shumë limi është, një papa. Si ndasëm. Si ndasëm, jo. S'ka nevoj. Ja në i takim. Këta vinë dhe ofrojnë. Si kjo varianti i këtyre që dekorun me kështu Gjerdan. 150 milion euro të Smart City-t. Ja u dha Emirateve. Edhe një pjesë nga 150 milion që ata, në mënyrë simbolike e varen qafti, si komona që i vjen dashit. E petja të dogoratën që i dha Rashidi. Bin Zayedi dje. Po, bravo, po e pash, po. Po, që akurate i ktheu, i tregoj që jemi, vuni kapistrën qaftë, të asaj. Por 150 milion euro që ky i dha atyre, për 3.000-4.000 kamera që do të vinë ata. Ata i projekti... Për Smart City, po. Për Smart City. E kanë fitu ata dhe me projektit. Edhe e thirën për ta dekoru. Pra i varianti qoj lek me balon, edhe meri si demek Alabar, Smart City, Kajo, Durana, ky Eoliku, pra loja ai francezit. Loja cila është? Loja është gjithë lekët e vjedhura, në kaq vite ky qeveris, Bashki Ministri Kulture nga vite... Që llogaritën rreth 13 miliard, 14 miliard euro. Thot Beni. Thot Beni, po. Po Beni digjo, nuk është kej Beni të financat, Jo, di. Anglisht ka marru Beni, në fakt, po me që ka punu Ministri Financash. Jo, po, për s'ka vetëm anglisht. Nuk është nevoja qa profesioni ke, ja qojnë. Thot. Ja qojnë me detaj. Tha e që me vinë, tha nga burimet. Patjetër, ja qojnë. Nga Lugano, nuk merr vesh do të as për Kajon, as për... Ka vlu, është luftë e brendshme shumë në PS, është e tmerrshme, po. Të rilidja, të sekti. A i thot 14 miliard, pa përmend dhe 15 miliard tjera të bankersit. Pri do vemi të bankersit? Amreu. Po me këtë Kajon, është ka që thjeshtë, thuati? 14 miliard do të shpërndahen, se nuk mund t'i bësh do të në i biznes të vetëm. Do të kesh Smart City, do të kesh Alabar... Po që interesi kanë që këto para të sillin prapë në Shqipëri, Olim? Kush po? Këto para që thuati që i kanë, i bëjnë ata andej. Pse i sillin prapë në Shqipëri? Se këtu do kuptojnë njerëzit që po na dëgjojnë. Se ti thua, janë para që i bëjnë andej, dhe një familje... Ka vjedh këtu, jo më jo. Po pra. Janë vjedh këtu, janë dërguar me trasta, dhe gjenden njerëz që kanë miliarda, realisht, që 14 miliard nuk është se i kanë problem për t'i kërë me letra. Po si i pastrojnë pralim? Se s'mund t'i kene emrin e vetë tamër, po shtetara si kanë të emrin e vetë, Olim, ti e di shumë mirë, por. Këta mendojnë që do t'i kenë. Se kanë fut Ronin, Sonin, Visin, Gysin, Pisin, po nuk do t'i kenë. Dhe vetë me gjë që këputët kur trashët a zëllumi. Kësa zbresin nga kali do t'ja mohojnë këta
kompania Duran, Dusan, Ronan, çajmë këta, Eoliku, gjithë ta do t'i thonë që ta kanë një pjesë e politikanëve, janë 3-4 biznesmen këtu që më shumë lutën politikanë që i shalarrojnë nga 100 vjetë se ditën që vdesin e ta tak fak, kokër lekës morin vesh të Ju ikin lekët, është e sigur, të rrimë? Po, harami se ka gëzoj në këtë botë, pak në këto 2000 vjetë që kjo botë ka letra. E pse do e gëzojnë këto? Dhe prapë sojsezët tentojnë. Sojsezi është lloj bastardësh që mendojnë që dorojnë nga 5-600 vjetë, ja ka rikja t'jep dhe jetë. E qartë. Edhe që thot, me që më servilose, mendojnë që po ikin vdekjes. me që më servilose, se nuk besojnë Zot, janë ateist. Është dhe kjo e sigur. Dhe thonë, me që më servilose, kaq shumë njerëz që më duan kaq fort kur jam ka rike, tjetën sjellje do të kenë, kur bin nga kale e provojnë, si që mund të ketë provu dhe Ahmet ai tash. Që s'është më, se ishtë ministra atje. E tha një moment, nuk më bia më telefonit. Këta të harojnë, tha telefoni po punë është atë bin më lek, po lejë, se telefoni po s'ra qetësi është. Nuk bi telefoni e rahatë. Nuk bi telefoni e rahatë, po atë bin lek ma, vjen ma, a hynë. Po për të thotë e mund luga qerën. Si e? E mund luga qerën, e mund. Gjë me thëmë. Që në qofë se s'hynë ma, mund t'i kesh i qerë plot, po me luk gjellë marona jo. Një sekund, qerja qa është? Qerja është, nuk e di që është qerja? Jo, qerja është dhe ajo që këtë rejqë atë, pra. Jo, më qerja janë një objekt me dru, me 2 rrotat. Qerja pa që të rejqin... Që të heqin qetë. Lopët, qetë, po, dakor. Burri lopës. Në, burri lopës, po, demi, po. Se ti qerën? Jo, qerën e di unë, po. Në kuptimi që ne luga me qerën. E mund luga qerën, është shumë e madhe, po ta zbërdesh. Ma shpegojnë që? Që nëse qerja është e ngarkuar dhe ti e ke në luar, nuk e ngarkon ma, vetëm merë për ditë me luk, ajo luka që duket e vogël ty e përshatis qerët. Ikën qerja. Pra, ke qerët e këtyre që kanë ikë, le mo telefoni, thuj Benit, po, a hynë ma, po të ta marosh me luk. Po së është vetëm Beni, i duf ministra këta. A, janë shumë. Po, shumë, nga gjitha qeverit. A hynë levrekun kërnet është. A, are t'jo? A hynë levrekun kërnet është. Qa thot? Ka ju levreku? A hynë levrekun kërnet. A hynë levrekun kërnet? Shdo me thënë kjore t'jo? Po pra, a hynë levrekun kërnet, do me thënë, kër futet levrekun kërnet, ka brunë brënda. Ka baticë e zbaticë, po. Pra... Se levreku ha shumë, ka uqu që gjëra. Levreku ha shkjet gjithë pistihet, pa ne mos ani levrek shumë, me një kocë. Pra... Arimo, e kam sirosë. I bë reklam baskave, sarantës. Jo më fare, si ishte për reklam. Pra, nuk është puna së shërënësishme, hiqë telefonin. Telefonat nuk binë se kanë ru numra këta se ka alë Iber Altini. Por problemi është, a vjen gjok e qerja? Po ti thua, Benameti shkret, thua ti, ka rezik? Po i shkret. Qa reziku ka? Jo, ka rezik, për shumë, mund të ketë në një, për shumë, nga që i ndodhe ajo që i ndodhe, ju detyruat hikte e kështu. Ti thua, mund të ketë lënë gjën brapa i s'ka marrë gjë? Nuk e di, se s'kam qenë ortak me te. Problemi është që për disa qeshtje ti, unë jam kundra. Pra është i hetim për t'i bëj gjyq populist, gjyq popullor, si që është buka që si kanë gjithë asë gja. Edhe pse duhet kishte, pra dalim të kajo e para amnistia penale, pse duhet kishte këtë grykësi s'paku, që ta fuzim e mrena, pas ta gjemë, se Beni si shte mua më punë, në sensi. Jo, si shte, kështë koj që kështë Pra, hekë, nuk është se do të prishte nëj provë. E kështë hekë shikimi kjo, po. Pra, problemi është që ti hetoje Benin, si që po heton një pjesë 6, 7, 8, 9 deputet, apo 10 drejtorë nërmarri që vazhdojnë t'jenë punë, drejtorë drejtorije që janë në buxhet shteti janë më të mëdhenj se ministrat, nga drejtori i prokurimit publik e Mynzyri, drejtori i Keshit, drejtori i rrugëve me radhë, vazhdojnë t'jenë. Jo të shkarkuar, janë drejtorë, ti po jeton, pse sillesh me shumë standarde për fenomenet njëjta. Pra pse një ministër t'i jeton gjenet lirë dhe një kryetar bashkije, dhe një kryetar bashkije po një ministër tjetër e fut në burg. Pse? Këtu ka drejt Beni. Që hetoj, qoj provat në gjukat, dhe për mu thash duhet të bënë gjyqjet publike. Sa kohë që këta e në persona publik, dhe kanë vjetë taksat e qytetarëve. Ose dyshohat që kanë vjetë taksat e qytetarëve. Që unë duhet marrë vesh që ato që dosje me thashethe me klubësh, që më duket se Beni ka mori shpijet jem aton se edha bashketu se s'par, grus 2, po shoqjes 3, sekretarës 4, këtë në tip desinformimi, tipiket variantet sigurimit shtetit. Qartë. Po është të i qo provën që ka dhe unë t'jem atje, në salë gjyqit, se ka plot qytetarë shqiptarë që kam kulturën e nevojshme juridike për të marrë vesh. Ke prova konkrete? Dhe prova konkrete për gjithë pushtetarët është vetëm hetimi pasuror.
Gjithë tjerat janë dangla. Shkelje për parazisë tender, as i ministër nuk është kryetari komisionit tender. Ka komisione, 3 komisione. Një vlerësimi i ofertave, një që përcakton kriteria teknike, një që shpall fituesit. Autoriteti kontraktor, çdo ministri që firmos në fund lidhjen e kontratës me sekretari përgjithshëm, jo ministri. Pra çdo ministër që është marrë i pandehur nga ky spaku për shkeljet barazisë tender i ka bën erë. Nuk është vepër penale për ministrat. Qartë. Hetoj pasurinë që të gjithëve. Nis hetim pasuror. Edhe tek bizneset që ti dyshon që janë lidhur me ministrat. Që këtu ka tendra rrugës 300 milion euro ose koncesione ka marrë firmë që ka pas 420.000 euro në bankë. Kush është burimi i financimit tatë? Kur rruga X, ajo Urët e Lezhës apo Thumana këtu apo Tunel Murrizi apo ajo Llogaraja me radhë, bëjnë shumë pare. Pra këto firmat që kanë marrë objekte me koncesion. Koncesioni 300 milion euro, ti thu të bëjnë me 400.000 euro në bankë. Si e bën tjetë? Nga i gjenë ti 299 milion e 600.000 euro tjera, kush do t'i japi? Çuan të Dubajt apo i ketë vjedhur me trashët të t'i fushë në qarkullim? Nga i gjenë. Pra mere bëj hetim pasuror. Ku hanë, ku pinë, koste jetesa, la vetëm ajo e zgjidh. E kuptova. Se do vi puna do t'i myllën të morin pafesin gjitha. S'mund të akuzosh një ministër për shkeljet barazisë. Sigurisht. S'kam qenë në farën të ndër dhe. Lajmërimi i fundit, thot nga Irani, urdhër për të mbyllur hapësirën ajrore. Po pra e myllë për civilet, po. Këta që i gjuhin, Civilet, pra. Për civilet bëhet fjalë. po do ta myllën ata për derisa. Kryetar iraniane urdhërojnë mbylljen mbar kombëtare të hapësirës ajrore të vendit. Po pra. Është lajmi i fundit fare. Besoj që 1.7 milion kilometra katror që është Irani, shumë e vështirë është. Që Që t'ja qellosh që ta myllësh do të. Ai thot nuk laj tunesh në aeroportet e mi dhe ajo indirekt është e myllur. Për gjithë avionat civil. Po, pra. Po këto ballonat që nuk janë civil tos. Jo, ato s'ka lidhje mos, ato nuk ka lidhje, flasim për civilet o. Po civilet, pra, civilet mirë bëjnë që e myllën ata se mos do të goditën në aeroportet dhe hanë një si puna atyre 230. Kalojmë çik te kjo fabula tjetër, Limo. Para se ta mbyllim, le t'jo plaçi fabulën tjetër, lutem. Me që jemi gjithmonë te këto